Vëllezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm. Allahu Azza wa Jall krijoi melek, krijoi gjin, krijoi njerëz dhe në mesin e tyre nga sprova disa i bëri të fuqishëm dhe disa prej tyre i bëri të dopt, disa prej tyre i bëri të pasur e disa prej tyre i bëri të varfur, disa nga ta ju dha post dhe disa nga ta i la të rëndomt. Dhe kjo ishte një sprov që Allahu Azza wa Jall e la në këtë univers, mirë po vendosi që të ketë drejtësi në sipërfaqen e tokës dhe ndaloi rreptësisht zullumin pa drejtësinë. Dhe Allahu Azza wa Jall ja ndaloi pa drejtësinë vetit të tij së pari herë, pastaj ja ndaloi të gjithë krijesave dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith qudsi se Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi." O ju robrit e mi, unë e bëra haram, e ndalova rreptësisht zullumin në mesin e juaj dhe e bëra atë haram për vete. Wa ja'altu bainakuma muharrama, dhe bëra në mesin e juve atë të ndaluar rreptësisht. Fala tadhalemu, mos bëni pa drejtësi në mesin e juve. Po vëllezër të nderuar, pa drejtësia është një nga dukurit shumë të mëdha negative që dëmton shtete, që rënon shtete, që prish shoqëri, që humbët peshorja dhe kandari i gjërave të këtij universi që ne jetojmë në këtë botë. Për atë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Adh-dhulmu dhulumatu yawm al-qiyama", tha padrejtia është errësirë e madhe në ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar, shohim sot se padrejtia dhe zullumi është përhap atë shumë sa që është bë normal që të bëhet zullum në çdo vend dhe në çdo kohë, derisa bëhet zullumi në shtëpiat tona, i ban zullum babai djalit, apo djali ban zullum babës, apo buri ban zullum gruajës, apo gruaja i ban zullum burit, apo pronari i ban padrejsi dhe zullum punëtorit, apo i ban padrejsi udhëheci, apo advokati, apo gjyqtari, dhe as pak nga njerëzit nuk i prek ndërgjegje e tyre se vallë kjo padrejsi a e ka për qëllim vetëm një person dhe se nuk është as një gjë, apo i përfshin krejt neve. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Kush nuk e merr zullumqarin për dorë ta ndal, frigohum nga Allahu Azza wa Jall se Allahu do ta lëshon një dënim mbi atë popull dhe do t'i kap dënimi krejt njerëzit, jo vetëm se një individ. Kur ne shuim, ne kemi ndërmu zullumin. Kur ne nuk e mbrojmë ati që është të bërë zullum, ne kemi mbrojt zullumin. Po, vëllezër të nderuar, janë rënuar shtete, janë shkatruar shoqëri në momentin që ka dominuar zullumi dhe është tërheq nga i popull, nga i shoqëri drejtësia. Derisa Allahu Azza wa Jall tha: "Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida." Fana Allahu Azza wa Jall shumë vende kemi shkatruar vende dhe shtete. Kur i ka shkatruar Allahu Azza wa Jall? Lamma zalamu, kur ata kanë bërë padrejsi në atë vend. Wa ja'alna limahlikihim maw'ida, dhe kemi bërë për shkatrimin e tyre një kohë të caktuar, dhe shohim se ndonjëherë ndonjë tërmet i madh dhe shkatrim i madh që bëhet në përvende dhe vërshimat e mdhoja është nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Mirë po, nuk është vetëm se kjo dënim, se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam dy lloj mëkatesh të mdhoja, Allahu e dërgon dënimin në këtë botë para se të dërgon në ahiret. Tha njëra prej tyre është zullumi,
edhe tjetra është mos respektimi i prindërve apo dëmtimi i prindërve. Ai do të dënohet këtë botë, pastaj do ta pret dhe dënimi në ahiret. Nga dënimet vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jalla ai që ka bërë padresi, ndonjëherë e sprovon në shëndetin e tij, në këtë dunjë me smundje të shumta nga zullumin që e ka bërë të tjerëve. Ndonjëherë e sprovon në familjen e tij, e sprovon në pasurinë e tij, e sprovon në postin e tij, pasi që kishte post dhe kishte mbi njerëz fuqi, ai e përdori zullumin dhe vjen koha që atë njeri e ulin nga posti dhe pastaj i bëhet dhe ati zullum, që ta sheh se çka do të thonë zullumi. Një nga udhëhecit, ministrat e një kohë që kishte bërë zullum të madh ndaj njerëzve dhe kishte ardhur koha që i kishin bërë puç shtetit dhe e kishin burgosur në burg me djalin e tij dhe i maltretonin atë shumë ata dy, derisa djali i tha: "O baba jem, çfarë zullumi ke bërë ti, që jena duke vuajtur kështu, pasi që kishmi post, pasi që kishmi pasuri, pasi që ishmi një shoqëri, ndër shoqëri të ngritur." Tha: "O djali jem, ai është një dua në mesin e natës, kur syt e ton kanë flek, syri ati që është bë zullum nuk ka flek, ka bë dua dhe duaja e tij na ka rok, sepse tha Allahu Azza wa Jall, kur i ngrit durt ai i cili është bërë zullum, thot Allahu Azza wa Jall e ngrit ata mbi re, thot wala ansurannaka bi'izzati wa jalali wa lawhin, pasha madhrin teme dhe krenarin teme, une do të mbroj dhe do të çoj në vend këtë lutje, lejse bejnaha wa bejna Allahi hijab, nuk ka perde dhe nuk ka penges mes ati që i bën zullum dhe zullumqarit, kur ti ngrejnë dur të Allahu Azza wa Jall i pranohet për një herë lutja. Po vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall thot: "Wala tahsabanna alladhina wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun." Mos mendoni, thot Allahu Azza wa Jall, se Allahu është neglizhent i pakujdesshëm për zullumin që e bëjnë zullumqart. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, ne e prolongojmë e shtim një ditë të kiametit që sytë e tyre do të shtonden, do të mbesin të hapura nga trishtimi dhe friga që do ta shohin ditën e gjykimit. Yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani takhadhtu ma rasuli sabila. A ditë zullumqari, thot në ditën e kiametit do t'i kafshon durt e tia, do t'i gëllti durt e tia nga friga dhe trishtimi, kur ti thot Allahu Azza wa Jall zullumqarit: "Çfarë zullumi dhe pse e bëre këtë zullum tot dhe kush ta dhati këtë drejt, ti maltretojsh njerëz, ti dënojsh njerëz, ti burgosish njerëz, ti dhunojsh njerëz." Thot nga friga i kafshon thonjët e tij, i kafshon gishtat e tij, i gëlltit gishtat e tij, nga trishtimi nuk e kupton se është duke i ngrënë durt e tija. Zullumqar i madh. Për ata, një ditë prej ditëve, Sheikhul Islam Ibn Taymija, një dietar i madh, u burgos disa herë padrejtësisht, vetëm se donte që ta mëson popullin, ta mëson umetin, ta mëson fejen, dhe ishin disa udhëhecës zullumqar që kur ja u cekte gabimet dhe zullumat që i nështrojshin ndaj popullit, ata e burgosnin. Dhe ishte në mesin e tyre disa rojtar të burgut polic, dhe njëri prej tyre ishte njëri i cili e falte namazin, agjerante të hanetete, edhe ishte që i donte hoxhallar dhe dietar dhe prezentonte në përligjeratat e dietarve, mirë pa e hante diçkave i tha: "O hoxh, e po duke i ngrit dur dhe duke bo dua në mesin e natës, u frigua, tha: "O hoxh, a jam edhe une prej atyre
që ndihmoj zullumin, sepse unë jam këtu punëtor dhe jam vetëm se për gjëgjës për të arrujt burgun këtu dhe për të kujdes për të burgosrit. Tha jo, tha ti nuk je ndihmëtari zullumit, po ti je zullumqari bashk me ta. Se ti jeti e ke ndihmu zullumin, je duke i përkra zullumqarët. Shpesh herë nëse ndodh një zullum dhe thotë o qëne nuk e kumbohë, ama e ndihmon ata. Allah çka po thot, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, mos anoni nga zullumqarët se do t'ju kap zjarri i xhehenemit. Çish më anu, nëse dikush ban zullum dhe ti nuk flet, i e zullumqar. Nëse bëhet zullum, ti nuk e ngrit zërin, bëhesh edhe ti zullumqar me të bashk. Nëse bëhet zullum dhe ti ke drejt ta ndryshosh me dorën tënde, ke fuqi, ti je zullumqar. Nëse nuk ngritesh sot për drejtësi, ku do të ngritën për drejtësi? Zullumi për ata na ka shkatru ketëve. E s'pari herë është ata udhëheqat dhe ata të cilët i kanë marrë votat e shqiptarëve, ata të cilët e kanë marrë garancën që ne do t'i mbrojmë dhe do t'a bëjmë drejtësi në mesin e njerëzve, e pastaj dhe ata që i kanë përkra ata që nuk e ndihmojnë njëri tjetrin, atëherë këtë të gjithë në zullumqar, edhe për ata ne nuk kemi bereqet, për ata jemi të shtipur, për ata në ka hub krenaria, për ata në ka hub fuqia, se jemi përqa. Nuk dojnë me shiku njëri tjetrit, ka hit gjelozia, ka hit punë shumë të mdoja, dhe kur bëhet zullum, thejna, çdo njeri e ka për vetin e vetë. Mirë po, kur bëhet një zullum aq i madh, dhe kur të fundosë, do të fundosë tër populli, nuk do të fundosën vetëm se zullumqarët, po do të fundosën edhe ata që janë bashkarisht që bashkjetojnë dhe hajnë dhe pinë bashkë me zullumqarët dhe nuk i ndalojnë nga interesi se po e hupin postin, po e hupin punën, po e hupin pasurien, po e hupin autoritetin në mesin e njerëzve. Dhe me këtë po du ta përfundoj. Se ka shumë për të folur, mirë po nuk kemi mundësi të rëmbullaksojmë. Në një hutbe mirë po është për ta kujtu njëri tjetrin, se zullumi është shumë një gjë e shëmtuar dhe se e shkatron shtetë, e shkatron njerëz, hub fuqi, shkatron shëndet, shkatron fëmijë, shkatron pasurinë, se ti nuk ndalesh në anën e drejtësisë e anon ka zullumi. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ose do të urdhëroni në të mirë, do t'i ndihmoni njëri tjetrit dhe do të ndaloni nga e keqja dhe nga zullumi, ose Allahu do t'ju shkatron krejt juve. Dhe ceki një shembull, tha, shembulli ative njerëzve që bëjnë zullum dhe ative njerëzve të cilët janë të mirë dhe të drejtë, ata nuk bëjnë zullum, mirë po janë bashkarisht me ata, i përket thot një anije e cila është dikatëshe. Dhe thot njerëzit e mençur, thot janë në katin e parë, dhe njerëzit të çmendur apo zullumqar, ata janë në katin e dytë. E thot sa herë që ju duhet atyre me shku me marë uj, hipin deri nalt, edhe marin uj, edhe zbresin, e thot nëse njën nga të çmendurit, nga zullumqar, i shkon mendja, thot ta bëjmë një vrim, mos hipni dhe zripni, ta bëjmë një vrim ati te anija dhe do t'hin uji. E thot nëse i lang të të menqurit, me bëhat vrimën te anija, që t'hin uji mrenda, a do të fundoset vetëm se kati i parë, apo do të fundoset edhe kati i parë dhe kati i dytë, thot do të fundoset edhe i parë dhe i dyti, sa të janë bashkë me një anije, e thot nëse i ndalojnë, i kapin për dore dhe nuk e bëjnë atë vrim, nuk e bëjnë atë birë në anije, atër nuk hip uji dhe do të shpëtojnë krejt, e nëse e lojnë që ta bëjnë atë vrimën, do të shkatrohen krejt. E kështu është nëse i lojnë me më vrima, nëse i lojnë me bo zullum këtu, e zullum a gje, e shuj këtu, e msheli sit këtu, e banu bodase se të ngu këtu, e banu se semita, se bona, kaloj, kina mu shkatruni dit krejt, dhe kina me dhonë përgjësi për Allahu Azza wa Jall, sepse nuk e kemi ndihmu hakun, dhe nuk e kemi marë për dore zullumqarit,
dhe nuk I kemi thonë stop o zullumqar, se na shkatrove bolmo, kjo ishte zullumi bolmo, e kjo arrit kulmin dhe ndalu. I themi ndalu ati që bën zullum, çdo njeri që I ka dhënë post në këtë shtet, që mundohet me u bë zullum shqiptarëve, që mi arrit dënimin dhe më tepër, kurse kriminalët I lënë të lirë të ecën në për tokë të lirë. Kjo është një zullum I madh, çdo musliman, çdo besimtar duhet ta ndihmojë me zërin e tij ta ngrit, apo të merr në shkrim peticione, apo të lutet në natën që Allahu Azza wa Jall ta ndryshon këtë popullin, sepse thot Allahu Azza wa Jall inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bima anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk fillojnë ta ndryshojnë nga vetvetja e tyre, të bëhet I drejtë, pastaj të urdhon drejtësitë në familjen e tij, në rrethin e tij, në shoqërinë e tij, që Allahu Azza wa Jall ta ndryshon këtë gjendje. O Zot, na mbroj nga zullumi, nga zullumqarët, na bën nga të drejtët që bëjmë dhe punojmë me drejtësi, na bën të drejtë, na bën ngumet që jemi të drejtë, që e ndalojmë zullumin dhe të takojmë Allahun Azza wa Jall me faqebarësi, me drejtësi, duke ndihmuar hakun dhe duke ndihmuar të vërtetën.